Momenti që po thyen rrjetin, gjesti shihet me një vajzë në thomën e rrëfimit, ja për kë mendohet, ndërka që Rezarta i vë flakën Big Brotherit, ja se si mendon ta shfrytëzoj avantazhin nga zgjedhja e saj si lider. Një video e fundit e cila po bën xhiro në rrjetet sociale ka ngjallur shumë diskutime. Në pamjen e publikuar, gjesti shihet duke dalë nga dhoma e rrëfimit, ndërsa kthen kokën pas e mbyll derën, por duket qartë se brenda saj ndodhet një vajzë. Megjithatë, për shkak të këndit të kufizuar të kamerës, nuk është e qartë kush është ajo, pasi edhe kamera ishte fokusuar te banorët e tjerë dhe nuk e ka dashur që ta nxjerrë këtë sekret. Kjo ka sjell aludime të shumta nga ndjekësit, ku disa pretendojnë se mund të jetë psikologja Big Brother VIP, ndërsa disa të tjerë kanë kritur teori nga më të ndryshme për një takim misterios me Xhenetën e disa të tjerë ju duket si djellza. Megjithatë, kjo do të mbetet enigëm. Një anë tjetër vjen edhe nga Rezarta, e cila ka marrë frerët e Big Brotherit. Ditën e fundit ai është zgjedhur lidere në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, teksa u lajmërua se për zgjedhja si lider do të kishte edhe një favorizim në lojë. Rezarta ishte ajo e cila u zgjodh si lider këtë javë dhe menjëherë nisi të ndaj punët e shtëpisë. Megjithatë, ajo u pyet se ç'do të bëjë me avantazhin dhe se si do e përdor pak orë më vonë. Ajo u shpreh se do i vëj flakën, duke tentuar se do jetë një përgjigje logjike ndaj lojës që kanë bërë në kurrizë të saj. Ajo u shpreh se nëse do i vinte një kuti Pandore, do të dërgonte në nominim Gjestin Eglin dhe këtë e bënte për shkak që të nxjerrë Eglin jashtë, duke u shprehur se ajo ka qenë besprer me të, pasi e shohi në nominim grupin e saj për të eliminuar Rezarta, edhe pse nuk ndodhi kështu. Nëse kjo do të ndodhë, do të jetë një karma e madhe për Eglin dhe situata me Gjestin do të mbetet për t'u parë.